sado të flasësh për politika, nuk kanë atë elasticitetin e duhur që këto të transmetohen. Po gjithsesi, më e rëndësishme për mua, për te, Karval, më e rëndësishme për mua është që mungon plani i vërtet që i duhet Shqipërisë për të ndërtuar akset rrugor. Dhe aksi rrugor tani që po ndërtohet për Librasht, po ndërtohet vetëm për shkak të NATO-s. Sepse ne nuk kishim mundësi tjetër për të gjeneruar një fond rreth 600 milion euro shpenzime, nuk duan të blenë armë tjera sepse nuk ka fitim të armët. Nëse do blesh, flasi fitime informale gjithmonë. Nëse do blesh 600 milion dollar pajisje ushtarake në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në Francë, ti nuk ke asnjë lloj fitimi informal nga korrupsioni. Të janë çmime publike, të janë kontrata shumë që... Ne kemi bërë kompaninë së fundit, kompaninë Kajo. Ajo është bërë për prodhim, le të them. Prodhim, po për blerje, nëse ti blen helikopter, janë çmime dalin në gjitha media, nëse ti blen anije, dalin në gjitha media, pra nuk aty marzhi i korrupsionit është zero. Dhe çfarë bëhet autostradë? Është vetëm autostradë që doli nga plani, po flas gjithmonë plani 20 vjeçar i transferimit të rrugëve tek oligarkia, doli për shkak se ku do të shpenzojmë ne 600 milion, po e quajmë të rrugën nga Rogozhina deri në Qafthan si rrugë të NATO-s. NATO ja do na e njoh si rrugë dhe aty kanë çuar gjitha këto kompanitë që kishin fituar tendera dhe ishin mësuar të punonin me probleme. Dhe janë të njëjtat kompani që kanë marrë sidomos tenderat më problematik, kompanitë që kanë më shumë probleme kanë marrë tenderat më të vështirë aty dhe vazhdojnë do ketë gjithmonë probleme. Pavarësisht se teorikisht klasë edhe njerë quhet si rrugë në atë rritin e naftës. Në fakt edhe Meloni në Itali ka bërë pak a shumë ditën gjë kur urën mbi qelizë Sicilime, pjesën tjetër të Italisë, e cila ka qenë projekt i vjetër që na kuaj Mussolinit, është duke futur ky 1.5% i ndërlidhjes infrastrukturore që ka pjesë të objektivi për 5% për shpenzime buxhetore të natës. Patjetër, këto janë artifica të buxhetit, le të themi patjetër. Është e rëndësishme që bëhet, po për fat të mirë tani këto dy pjesë, këto dy lotet e fund që kanë dalë tani që po përfundojnë tani procedurat, janë dy lotet që në fakt kanë marrë konkurrencën e vërtet, jo ato caktimet me telefona dhe me nëpërmjet gjithë një sistemi prokurimesh që ti mund ta ndërtosh relativisht në përputhje me akin, po zbatimi nuk është në përputhje. Kemi një element tjerë shumë shqetësues mendoj të ekonomisë. Unë përmenda pak më parë çmimet për shkak të ushqimeve apo buxhetin që zë pesha ushqimeve në familjet shqiptare, që është një peshë jashtëzakonisht e madhe, pra ne paguajmë më shumë se mesatare Bashkimit Evropian, por kemi dhe shpenzime të tjera, shpenzimet për komunikimin ishin ndër më të larta të Bashkimit Evropian, shpenzimet shëndetësore janë shumë të larta. Sot po lexoja një lajm që ishte 37% e shqiptarëve ishin shumë të rrezikuar, ishin prag varfërie pikërisht për shkak të shpenzimeve të paplanifikuara shëndetësore, të cilat natyrisht përkeqësohen për shkak të cilësisë së ajrit, ujit, ghettoizimit që po bëhet me shpejtësi, urbanizimit pa fre, tjera me radhë. Pra si e shikoni këtë handicap? Ka gjasa që ky endek të ngushtohet në ritmin e mbylljes kapitujve të futjes Bashkimit Evropian, duhet një ndryshim ligjesh për ta realizuar më mirë, apo ka një mungesë vullneti nga ani qeverisë për tani janë gjitha nga pak. Ne jemi relativisht treg i vogël, nuk jemi treg aq integruar rajonal, me thënë drejtën. Kemi në pjesën e për shembull ushqimeve të importuara, pavarësisht nga një rënje e vazhdueshme e kursit këmbimit të lekut me euros, kjo nuk është përkthyer patjetër në çmime më të ulta, por është përkthyer në çmime të njëjta ose çmime që rriten. Kuptohet në këtë rast i vetmi grup që përfiton nga kjo lëvizje e kursit këmbimit janë to grosistët e mëdhenj ose importuesit e mëdhenj, të cilët kanë arritur ta mbajnë situatën e çmimeve nën kontroll dhe nën interesin e tyre. Ka një farë konkurrencë, por nuk është një konkurrencë që jep një lloj karteli apo nuk mund ta thuash tamam, po mungojnë aktorët